Atëherë mirë mbrëma të gjithëve, mirë se keni ardhur në konferencën zyrtare për mediat kombëtare shqiptare. Jemi sot në Tbilisi me ekipin që po përgatitet të nisë stërvitjen, ndërkohë këtu jemi në konferencë me trajnerin Silvinjo dhe me mbrojtësin Adrian Ismaili që do t'i përgjigjet pyetjet tuaja. Do ta fillojmë me mbrojtësin Ismaili, i cili pasi të ketë përfunduar do të bashkohet me ekipin dhe ne do të vazhdojmë me trajnerin Silvinjo. Atëherë, pyetja e parë për Ismailin. Tote, please. Përshëndetje, Erion Tote, Televizioni Klan. Ismaili, është një ndeshje mjaft e rëndësishme, por e rëndësishme është për neve fitoria, apo është i pranueshëm edhe ndonjë rezultat tjetër, bëj fjalë barazimin, sigurisht. Përshëndetje të gjithëve. Natyrisht, ne kemi ardhur këtu vetëm për 3 pikë, huk tjetër nuk ka, sepse vetëm fitoria neve na mban në garë për vendin e parë, edhe me përkushtim dhe me grupin si jemi gjithë bashkuar, besoj që nesër do dalim me 3 pikë nga ky stadium. Pyetja tjetër, po. Ismaili, është humbja 2 të radhazi për ne. Çfarë reagimi do të presim nga skuadra nesër në fushë? Po, e vërtet, kemi 2 humbje në 2 ndeshjet e fundit, po kur shikon ndeshje se si kanë rrjedhë, besoj që me Gjorgjin ndeshjen e parë nuk kemi merituar humbjen. Megjithatë ajo tashmë është e kaluar dhe ta do shikojmë përpara. Thashë edhe më herët se vetëm fitoria neve na kryen punë. Kemi ardhur për 3 pikë dhe shpresoj që do t'ja dalim sepse vetëm 3 pikë na mbajnë në garë për vendin e parë. Një kundërshtar ai që është edhe ndoshta më i rrezikshëm ndër gjorgjanët është Kvaratskhelia, ju e njihni mirë se keni në Serie A, do duhet edhe kontributi juaj si qendror i djathtë për të ndihmuar. Sa vështirë është përballohet një kundërshtar i tillë dhe si bllokohet ai? Po ne gjithë njohim Kvaratskhelën për cilëtetin që ka, dhe aftësitë që ka, po megjithatë sikur ndeshjen e parë që ja kemi arritë jashtëzakonisht mirë me ndalu. Besoj që do ja dalim edhe ndeshjen e nesërm, sepse grupi gjithmonë grupi është ai që e bën rezultatin dhe e bën ndeshjen për një rezultat sa më pozitiv dhe sidomos në mbrojtja për ndalimin e aksioneve të kundërshtarëve. Okay, pyetje nga media gjorgjane. Question from Georgian media. Ჩვენ ჟურნალისტებს თუ გააჩნიათ კითხვები, მხოლოდ ფეხბურთელთან. Question for the Adrian player. Ismailist. Okay. Question for the player and then we can go. For sure. Okay. Thank you very much. Firstly, can I kindly ask to sum the answers which was told only on Albanian? Can we translate what the Mr. Aslani has told to Albanian media? And what about my question is that what can you say and evaluate? How can you evaluate Saba Goglicidze as he's your teammate in Empoli? And what are your thoughts on our national team? Thank you very much. Si e vlerësoni shokun tuaj të skuadrës tek Empoli dhe në total gjithë ekipin gjorgjan? Po, Saba ka një vit që ka ardhur në Empoli nga Gjorgjia. Me të vërtetë është një djalësh i talentuar, ka shumë aftësi fizike dhe teknike. Këtë vit ka marrë shansën për me lozë nga fillimi dhe ka bërë jashtëzakonisht mirë, ashtu si dhe gjithë ekipa. Edhe besoj dhe shpresoj që ai do vazhdo me këtë ritëm dhe do ketë një karrierë shumë të madhe. Sa përket kundërshtarit Gjorgjisë, e dim ne cilëtetin e tyre, e dim se ku janë pikat e tyre të forta. Trajneri me stafin kanë analizuar çdo aspekt, çdo gjë dhe me punë, me përkushtim normal, edhe me një motiv shtesë për nesër, besoj që do ja arrijmë qëllimin.
Okay, about the player, he's been with Empoli for 1 year. He's a very talented player, good physical qualities and technical qualities. He is one of the important players of the team because he is on the lineups in almost every match. He's been doing very well this season, and I'm sure that he's going to have a great career. About the Georgian team, we know the quality, we know the strong points of the team, and the staff is working so that we can get a very good result tomorrow. საბა უკვე 1 წელია ჩვენთან ერთად არის ემპოლიში, ის ძალიან ნიჭიერი ფეხბურთელია, ფიზიკური მონაცემები აქვს გადასარავი და ის უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ფეხბურთელია ჩვენი გუნდისთვის და დარწმუნებული ვარ, მას ძალიან დიდი მომავალი აქვს წინ. გადაც საქართველოს ნაკრები კარგი ფეხბურთელებისგან შედგება, რაც უკვე პირველ თამაში ნახეთ და ხვალაც რთულ შეხვედრას ველით. ბოლო თამაშის შემდეგ, ლაციოსთან თამაშის შემდეგ ემპოლის თორმეტს უნდა თქვა, რომ მე საბას ვეთქვი, რომ კვარაცხელიას შეკრებაზე ბევრჯერ ჩაარტყეს ფეხში, რომ ჩვენთან თამაშვის არ იყოს მზადო, ნაკრების შემდეგ ემპოლი ეთამაშება ნაპოლის, მწვრთნელს ისმაილისთანაც ხომ არ დაუბარები არამე და როგორ ფიქრობს, რა უნდა გააკეთონ ალბანელმა ფეხბურთელებმა იმისთვის, რომ ქართველი ტექნიკური და სწრაფი ფეხბურთელების წინააღმდეგ შანსი გქონდეთ შეტევების შეჩერების. მადლობა. Empoli coach after the last match apparently said that he would instruct players to play a bit more physical against Khvicha Kvaratskhelia, most technically gifted player in football, to maybe put him under more physical pressure. Has there been a similar instruction from your coaches maybe towards our technical side? And in general, what is your plan to counter the technical game of the Georgian national team, which we saw also in the first game? Pas ndeshjes së fundit, trajneri juaj tha se I ka instruktuar lojtarët që të luajnë pak më tepër fizikisht kundër Gvaras, edhe t'ju ushtrojnë një lloj presioni fizik për ta bllokuar. Cili është plani juaj në aspektin teknik për të përballuar ekipin gjeorgjan nesër? Po, plani jonë është më fut gjithmonë ndeshje për me bo më të mirën, siç kemi bërë deri tash. Natyrisht, dy ndeshjet e fundit nuk kemi marrë rezultatet që kemi desht, po megjithatë shpresojmë që nesër do ja dalim. Sa përket Gjeorgjisë, normal, ekipi gjeorgjan më shumë luz me kundërsulme, edhe ashtu sistemi atyre me 5-3-2, edhe ata presin shumë topin e dytë nga ndeshja dhe plani jonë është si gjithmonë si ka qenë deri më tashti, nuk ndryshon, do vazhdojna me të njëjtën skemë dhe shpresoj që do ja dalim në fund. We plan on doing the best to get the best result from the match tomorrow. The last game was not a good result for us because Georgia plays very good with counterattacks. They play their game style is 5-3-2, so we plan and they play very good the second ball. But we plan on achieving a good result tomorrow. ჩვენ ყველანაირად შევეცდებით, რომ სასურველ შედეგს მივაღწიოთ ხვალ და იგივე შეცდომები არ დაუშვათ როგორც პირველ თამაში. მაშინ საქართველომ ძალიან კარგი თამაში აჩვენა, განსაკუთრებით კონტრშეტევებზე და მათი ფორმაცია 5-3-2 ძალიან კარგად მოქმედებდა და ჩვენი დავალება ხვალ რა თქმა უნდა იქნება, რომ უკეთესად შევასრულოთ ჩვენი დავალებები და სასურველ შედეგს მივაღწიოთ. Yes, please. გამარჯობა, ჩვენ ვკითხეთ ქართულ ფეხბურთელს პრესკონფერენციაზე იმ ობსტრუქციის შესახებ, რომელიც ჩვენი ჰიმნის შესრულების დროს იყო ალბანეთში და იგივე კითხვა გვექნება ამ შემთხვევაში ფეხბურთელთან, რას ეტყვის ის გულშემატკივრებს, რომლებიც სტადიონზე იქნებიან მოსული და რა იქნება ქართველი ხალხისთვის სათქმელი ამ თემას დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენთან საქართველოში ამ თემამ ძალიან დიდი ნებათაღება გამოიწვია მაშინ. There has been a bit of a negative response in Georgian society and the media about
the events before the Albania-Georgia match when the Georgian national anthem was booed by Albanian supporters. Would there be any message from your side to the Georgian fans about tomorrow and how you would expect them to act? Ka pasur një përgjigje negative nga fansat shqiptarë në ndeshjen e parë në Air Albania lidhur me përpara se të fillonte ndeshja, ku himni gjeorgjian është fishkëllyer nga fansat. Cili është mesazhi juaj për fansat gjeorgjian përpara ndeshjes nesër? Si ka Gjeorgjia me lojës futboll në Shqipëri, edhe ne kemi ardhur me lojës futboll këtu. Nuk e di për atë pjesë që ka ndodhur asnjë gjë. Edhe sa përket fansat gjeorgjian, ne kemi ardhur me lojës futboll. Me bo më të mirën, jemi profesionista dhe këta kemi të riku gjatë gjithë august tonë. We are here to play football, we are professional players. I don't know what happened in the first match, but we are here to do the best and to play football. Çuvar profesionali pegurtelebe, lebits pegurtisa tamaşatwart akçamusulita, tamaşı sirkuli vratsuxteba, nakleba tuakçut quratqeps. Okej, do kalojmë me pyetje për trajnerin Silvian dhe do lëm Ismailin të lirë të bashkohet me ekipin. Faleminderit Ardian. We will start with a question for Coach Silvino. First question, pyetja e parë. No. Can you give him the mic, please? გამარჯობათ, ასეთი შეკითხვა მექნება. წინა შეხვედრაში გიორგი ქოჩორაშვილმა ძალიან დიდი ხიფათი შეგიქნა და გოლიც გაგიტანა და ამ შეხვედრაში არ იქნებოდა, რას ფიქრობთ ამის შესახებ, რომ გაგიმარტივდება თუ არა უფრო თამაში მის გარეშე, მის წინააღმდეგ. So, as you know, Giorgi Kochorashvili, who was one of the standout players in game in Tirana, will be missing from tomorrow's match due to yellow cards. Do you think that you will have an easier match in his absence? Buonasera a tutti. Quanto riguarda, sì, è un grandissimo calciatore, ma parliamo, come l'abbiamo detto prima, loro hanno una squadra forte, Giorgia è una squadra forte, una squadra tatticamente molto ben schierata, certamente c'è tanti altri calciatori o calciatori che certamente vanno in gara, è una squadra forte, fisicamente, tatticamente, dopo c'è qualità tecnica, ripartono in contrapiedi con molta qualità, quasi sempre ci arrivano in porta quando fanno un contrapiedi. Poi sì, è un'assenza importante perché è un buon calciatore, ma sono assolutamente sicuro che quello che va al campo va a 100 per l'ora, poi cambia niente per noi. È una squadra molto dura da battere, non è mica semplice, e lui è un bravo calciatore. Ai është një lojtar I mirë, lojtar shumë I madh, por siç e kemi thënë, Gjeorgjia ka një skuadër të fortë, organizuar shumë mirë, ka lojtar të tjerë të mirë me cilësi teknike dhe fizike. Kështu që secili nga lojtarët që do të hyjnë në fushë do të ketë cilësi dhe do duhet të kujdesemi. Ne e njohim Gjeorgjin si ekip, ata nisen shumë mirë në kundërsulme, kanë cilësi me topin edhe mund të shënojnë, por secili nga lojtarët që do të futet në fushë do të jetë I rëndësishëm. Minister, përshëndetje. Përshëndetje. Duke parë parasysh të gjithë lojtarët që ishin titullar kundër Çekisë, a të bindën dhe a do ta ripërpozosh të njëjtin informacion apo do të ketë ndryshime në ndeshjen me Gjeorgjin? Eri convinto con I calciatori che erano nella formazione contro la Cechia? Ma noi parliamo di Cechia? No, I nostri giocatori che erano parte della formazione contro la Cechia. Lei giocherà di nuovo con I suoi giocatori? Përshëndetje. Oh là là. Ma guarda, noi abbiamo speso tanto perché Cechia è una squadra anche molto fisica, che fa tanta transizione, ma lasci stare. Parliamo di Georgia e domani c'è una gara difficile
Questo è un girone che l'ho detto, c'è un riparto importante di punto, può succedere tutto, ogni gara può succedere tutto. Non sappiamo ancora, abbiamo fatto un viaggio lungo, da Praga fino qui ci metti 3 ore e 30, dopo c'è quasi un'ora in pullman, abbiamo arrivato tardi sera in albergo, poi dobbiamo capire, fra poco c'è un allenamento, dobbiamo parlare con i calciatori un po', vedere, domani c'è un giorno da decidere. Noi abbiamo gente che può entrare in campo tranquillamente, fare una bellissima gara, ci fidiamo 100%, ma la scelta lo andiamo a fare domani. Ne kemi shpenzuar shumë energji në ndeshjen e kaluar. Çekia është një ekip shumë fizikisht shumë mirë, ka një tranzicion shumë të shpejtë, ishte një ndeshje e vështirë, do jetë edhe kjo një ndeshje e vështirë, por në grupin në cilin ne bëjmë pjesë mund të ndodhë çdo gjë, merret secila ndeshje njëra pas tjetrës dhe nuk e dim akoma ende me cilët lojtar do të luajmë. Kemi pasur një udhëtim të vështirë nga Praga në Tbilisi, na janë dashur rreth 4 orë për të mbërritur, kemi arritur vonë në darkë edhe më pas do të kemi një stërvitje pas konferencës, kështu që nesër na bie të marrim një vendim. Kemi lojtarë të cilëve u besojmë 100% për t'i futur në fushë. Po, dhe pyetja tjetër, duke qenë se praktikisht një humbje përballë Gjergjisë na eliminon atë objektivin që është vendi i parë, që është edhe objektivi deklaruar, a ndjeni nën presion para kësaj ndeshje? Noi certamente, noi dobbiamo convivere con la realtà, con la verità. È vero che domani tutto che c'è un risultato che non sia positivo, per noi non ci serve. A noi ci serve una vittoria, ci serve 3 punti, ma ci serve a tutti. Ma è giusto che se parliamo di novembre, che abbiamo un vantaggio di finire il girone a casa, ma adesso non è momento da pensare a novembre, noi dobbiamo prendere punti. Domani è una gara importantissima per noi, molto importante, è giusto, dobbiamo andare un'altra volta al 100%, dall'altra parte loro sono forti, ma anche noi siamo da andare al campo e provarci. È giusto la domanda che noi dobbiamo convivere con la realtà. Domani da prendere punti, perché sennò si diventa difficile aggiungere l'obiettivo. Nesër duhet të marrim pikë duke qenë se bëhet e vështirë për ta arritur objektivin dhe ne duhet jetojmë me këtë realitet. E dim që nëse ne nesër marrim një rezultat negativ, kjo gjë nuk na shërben për ta arritur këtë objektiv që ne kemi dhe na shërben vetëm fitoria edhe marrja e 3 pikëve. Sigurisht kemi një lloj mini avantazhi të vogël duke qenë se në nëntor ne ndeshjet i luajmë, mbyllen grupet, le të themi, ndeshjet e grupit në shtëpi, kemi ndeshjet në shtëpi, por është shumë rëndësishme që ne të japim 100% qendron nesër dhe të marrim rezultat pozitiv. Ata janë shumë të fortë, por edhe ne jemi një ekip i fortë. გამარჯობა, თითქმის 1 თვე გავიდა საქართველოსთან პირველი მატჩის შემდეგ, ამ გადმოსახედიდან როგორ აფასებს წინა შეხვედრას, რას ფიქრობს მთავარი მწვრთნელი, რაში იყო დაშვებული მთავარი შეცდომა, რაში აჯობა საქართველოს ნაკრებმა და ასევე საქართველოსა და უკრაინის მატჩს, რა თქმა უნდა, უყურებდა და რა დასკვნები გამოიტანა, ელოდა თუ არა ასეთ შედეგს უქულო უკრაინის გამარჯვებას 100%-იანი შედეგის მქონე საქართველოსთან. მადლობა. So there were 2 questions, one concerning the first game between Albania and Georgia in Tirana. A month has passed since then, and I'm sure you've carried out a tactical analysis of that match. Where do you think Georgia done better than your team, and what were the mistakes that your side made in that match, and how will you try to rectify them for tomorrow's game? And the second question concerned last night's match between Georgia and Ukraine. I'm sure you watched them. Did you expect that kind of result between the Georgian side, which had the maximum points before the game? Ukraine were on 0 points. And what were your impressions from that game?
Okej, le faccio la traduzione. Pyetja e parë i referohet ndeshjes së parë Gjergji Shqipëri një muaj më parë, ka kaluar një muaj, keni pasur kohë për bërë një analizë teknike, çfarë shkoi mirë, çfarë bëri më mirë Gjergjia dhe çfarë bëri gabim dhe si mund të përmirësohen këto gabime nga ana e Shqipërisë, ndërsa pyetja e dytë referohet ndeshjes Gjergji-Ukrainë, mendoj që ju e keni parë, keni studiuar ndeshjen e fundit, e cila përfundoi me fitoren e Ukrainës, a e prisni këtë rezultat duke qenë se Gjergjia ishte me pikë maksimale, ndërkohë që Ukraina ishte me 0 pikë. All right, guys, I will try to say to you again, so since the beginning, I thought the group is very equilibrated, so you've got a balance in the group. You're going to share a lot of points to both sides. Any single match is going to be really hard. It can happen, everything. So when you're talking about the first question, Albania against Georgia at home, the defeat for us, it was, for me, that's my point of view, it's a 50-50, very difficult game, tactical game, physical game as well. I had to say that Georgia is a great side. Sanyo is doing a very good work since a long time. He's doing really well. He has got a lot of good players, did a great European as well. Of course, you saw the match, but you have to try to do something. Maybe it's not different, but you are playing away. Tomorrow is going to be hard. As I said before, we have to understand the players if you have to change someone. But most important, I think that you have to go out, you have to try to do our best 90 minutes. For us, we have an interest in to win the game, of course, of respect for Georgia. But we have no time anymore. Tomorrow is going to be a really difficult game. How about the last one, Georgia against Ukraine? Even. I saw the game, it was 50-50. So very difficult game as well. Ukraine has got a lot of good players, unbelievable. But Georgia did well. But in the end of the situation, guys, we are talking about the balance between everyone. So one mistake, you concede the goal, so you are dead. That's why I'm seeing the group happen in the last game against Georgia, what I said against Ukraine, but even. So tomorrow, I'm expecting the same game. So very hard, very difficult. You have to avoid some mistakes, but it can be really hard for everyone. Okej, përsa i përket pyetjes së parë, mendoj që ndeshja e parë mes Shqipërisë dhe Gjergjisë në Air Albania ishte 50-50. Ishte një ndeshje shumë e vështirë, ishte një ndeshje fizike, taktike. Gjergjia është një ekip i mirë, ka një trajner të mirë, ai po bën shumë mirë me ekipin, ka dhe lojtar të mirë, bëri dhe një europian shumë cilësor. Sigurisht që pas mbarimit të ndeshjes analizohen edhe duhet bësh diçka ndryshe të përmirësosh një gjë. Do të jetë vështirë edhe ndeshja tjetër, por do duhet ne staf të kuptojmë lojtarët, cili mund të luaj, cili mund t'jap kontributin. Dhe duhet ta fitojmë këtë ndeshje me gjithë respektin për Gjergjin, por që synimi objektivi është për të fituar. Ndërsa përsa i përket pyetjes së dytë lidhur me ndeshjen Gjergji-Ukrainë, mendoj të njëjtën gjë, mendoj që të dyja ekipet kishin pak a shumë të njëjtin nivel, 50-50. Ukraina ka lojtarë shumë të mirë, Gjergjia po ashtu bëri mirë në atë ndeshje, por duke qenë se i gjithë grupi është shumë i ekuilibruar, mendoj që në momentin që ti bën një gabim, pëson një gol, praktikisht je i vdekur, kështu që kjo gjë ndodhi edhe me këtë ndeshje. Të njëjtën ndeshje pres edhe ndaj nesh nesër, do duhet të shmangim gabimet në mënyrë që të marrim rezultatin që ne duam. Thank you guys, thank you. I'm sorry, you need to translate, I'm sorry. I have to go out, guys. I have 3 minutes. The game starts. I'm really sorry. I wait. Okay, no I'm really sorry. Not. I have to stay. Please. Go ahead. მოკლედ კეთრი და უკვე არაერთხელ მაქვს ნათქვამი რომ ეს ძალიან დაბალანსებული ჯგუფია, სადაც თანაბარი ძალების მქონე გუნდები ასპარეზობენ და ყველას შეუძლია ნებისმიერი მეტოქის დამარცხება. პირველი თამაში ტირანაში ძალიან თანაბარი, ტაქტიკური, ფიზიკური თამაში იყო, სადაც საქართველოს ნაკრებმა იმარჯვა. ეს ძალიან კარგად დალაგებული გუნდია, ვილისანიოლის მიერ ძალიან კარგად დალაგებული, ტაქტიკურად ძლიერი და ნიჭიერი გუნდი არის. ხვალინდელ თამაში როგორც წინაზე იქნა აღნიშნული ცვლილებების გაკეთება მოუწევს
ვილისანიოლს, თუმცა ჩვენი გადმოსახედით მთავარი არის რომ ჩვენ გავიდეთ მოედანზე და შევასრულოთ ჩვენი დავალებები სწორად და ვფიქრობ რომ ესეც თანაბარი თამაში გველის ისევე როგორც პარასკევს უკრაინასთან პოლონეთში თამაში ვიხილეთ სადაც საქართველოს ნაკრები არ გამოიყურებოდა ნამდვილად ცუდად და როგორც ხდება ხოლმე ასეთ შეხვედრებში ხშირად ერთი შეცდომა ან ერთი სათამაშო მომენტი ხდება ხოლმე გადამწყვეტი და ვფიქრობ რომ ხვალაც იგივე შეიძლება იყოს. Mirë, të regjisht e pyetja e fundit, ju falenderoj shumë dhe ju uroj gjithë mirat, dhe